ajo qëndroi në Kosovë disa... Tani magazinat ja kanë qua ato tërve, kanë këshur, wow, sa bukur është, e kam qu dhe në Amerikë, janë bo Miss Universe, edhe mirë qështu ata nuk dikin, as nuk dikin anglisht. Kishe? Po, ishtë do. Menzi folën anglisht e krej nuk kuptova ko gjo. Tani, kur erdha në skenë me nufta, kur s'ko me fitu se unë s'jun ka di as gjuën, as ko gjo. Edhe tani, kur fitova unë, kur kush nuk dita ko gjo, kur kush nuk diti që ndodhe. Tani, kur e pava këta... Kurorën? Kënorën, ma e madhja koka, do me thonë, unë e pas ko fitu. Do filma që janë humorë shumë shikuar me energji atje. E qështu tani ja pat nisë me vazhdu teatër, ja nisi baj shpejt. Mas parti pa nisë me balet, ta? Po, tani të cilë, ka mirë. Dhe ka dhënë intervista në shumë media të mëdha botërore. Ajo në rëfen se nuk e ka pasur të vështirë, pasi që intervistat ishin në gjuhën angleze. Por, ajo ka diçka për të na thënë rreth komunikimit me mediat nga Shqipëria. Shqipni, shumë shpejt po folin dhe shka, s'po muna me një qa po thonë. E qështë tani po mirë është vesh me ata të Shqipnis? Tani babi për një gënë, tani... I cili do të realizohet në Norvegji dhe në Angli. E detajet na tregon vet ajo. Për 10 ditë është një pak në Norvegji, pak në Angli. Po? Do me thonë, du të me folë njëre anglisht. Edhe për 10 ditë është, edhe kom një rol, edhe emri jem është atë Olivia. Apo të pëlqen kjo emri Olivia? Po, e kom edhe një shoqe në Norvegji se ka emrin Olivia. Ndo që aja kam pas me pas qatë emrin. Se Alea është personazh me rëndësi, tregon edhe fakti se ajo ka një ekip që e menaxhon, ka fotografin e vet dhe një mori njerëzish që kujdesen për të dhe zhvillimin e karrierës së saj në botën e modës dhe aktrimit. Ajo tashmë ka marrë një ofertë për të qenë pjesë e filmit nga një produksion filmik në Hollywood. Po e bëjmë ndrime, po Daria e ka edhe do menaxher atë. Po filma edhe. Filma e kështu? Filma kështu, nuk është ngushëm, edhe që aty janë knaqë, dëshka. Në Norvegji tash di krej qa me bua aty kishem. Amerika është vendi që Alea synon të vazhdoj karrierën e saj si aktore dhe modele. E pyetur nga ne se si do t'ja bëj që të mos mërzitet për motrat dhe familjen e saj, bukuroshja e vogël na jep një përgjigje mjaft të lezetshme. Po, tani, muna mi thirë, ka një herë në telefon, ishë me pas wireless për që ata. Po, gjithë ka wireless tash, gjithë kohën. Po. Apo të merë molli për najkon? Ndryshme mund të jenë shumë të lodhshme, por mes lodhjes dhe përkushtimit janë edhe disa momente të cilat ju ndodhin aktorëve dhe stafit. Alea na tregon momentet qesharake të cilat i ka ndodhur vetë asaj e që do të mbesin gjatë në kujtesën e saj. Po, njëherë këm dash me shku në banjo, o bo pavus edhe... Sara e ka pas filmin emrin, e kena bo pausa unë do më shku në banjo, mikrofonin e këm pas lëshut, tani tana herë të këm pas kështu, edhe po ata si kam pas ato kështu për me një halë. Nuk në kam një se si ka pas ato sanit. Po, tani kur thash, o zotin e pështof se mirë se kam një atë në banjo. Edhe një herë kom haru e kena marrë në shpe, e kena thirë, edhe tani kanë ardhë. Po, aja. Unë e këmë shti një herë babin me ardhë të një reklam. I këmë thonë, maje qitë krem, maje ishë bë qashto, fol qashto. Qashto. Tani ka bë qashto. Tani kur ka pa mami në televizor, ka thonë, ku atë kanë shtia të, qysh ke thonë atë shto mund është me bo. Unë e thash, jo mam, atë shka, unë e këmë thonë me bo.